Në ditën ndërkombëtare të muzeve është të çelur në Durrës ekspozita Peeping Tourist. I veçantë ishte ekspozimi i pullave shqiptare duke zbuluar historinë e Shqipërisë nëpërmjet filatelisë. Kjo është hera e parë që në Durrës ofrohet një mundësi për vizitorët vendas dhe të huaj. Çdo pull që është pasqyruar këtu dhe të tjera që ne i kemi në arkivin e postës shqiptare, të gjitha ato paraqesin një histori. Gjithë filatelia e periudhës komuniste, ose një pjesë, po themi, është ekspozuar sot në ekspozitën tonë. Ka interes sepse është diçka e veçantë. Nuk është se kemi patur eksperiencat e tjera, të paktën së fundmi në qytet, edhe shpresojmë që le të themi të jetë një hap për të bërë edhe ekspozitat e tjera të ngjashme. Ekspozita ka tërhequr vëmendjen e turistëve që në hapje të saj. Sapo kemi ardhur në Durrës, pam këtë muze online dhe na tërhoqi shumë. Mua më intereson historia e Durrësit. Periudha juaj e komunizmit është mjaft interesante për ne si turistë që vijmë nga Anglia. Nga ana tjetër, edhe në Angli ka shumë broshura dhe informacione për Shqipërinë, ndaj vendosëm të vinim këtu. Jemi shumë të interesuar për periudhën komuniste dhe një gjë që më bëri shumë përshtypje ishte fakti që deri në vitin 1991 nuk lejoheshin turistë nga vende si Afrika e Jugut. U çudita sepse e kuptoj ndalimin për vende si Amerika, Izraeli apo Mbretëria e Bashkuar, por ç'lidhje kishte Afrika e Jugut? Diktatori Enver Hoxha kishte krijuar një sistem të tillë ku nuk lejoi hyrjen në Shqipëri për shtetas nga vende që regjimi konsideronte të padëshiruara. Edhe Muzeu Historik i Fierit ka organizuar një sër aktivitetesh me fokus muzeologjin, historinë dhe trashëgiminë kulturore. E tillë ishte ekspozita thesare të Muzeut Kombëtar Ikonik Onufri, e cila solli për publiku një përzgjedhje të veçantë ikonash e vepra të artit të realizuara nga mjeshtrat e mëdhenj Onufri, Nikola, David Selenica e të tjerë. Është një muze që i përket edukimit të brezit të ri, të nxënësve të shkollave të arsimit parauniversitar të studentëve, por dhe një muze që natyrisht nuk del nga objekti i tij, siç është ruajtja e kujtesës kolektive, promovimi i vlerave të kulturës materiale dhe të trashëgimisë kulturore. Në ditën kombëtare të muzeve, apeli i drejtohet institucioneve për më shumë vëmendje ndaj kulturës dhe trashëgimisë.